E që na gjeti, qa shu kjo pike zezore? Ky burim që thatë juve, sa herë që bën gabime, do përpiqet me të gjitha mënyrat që të marrasi mua gabimin. Kur e shikon që unë nuk kam qenë fare pranishme kur ka ndodhur gabimi dhe nuk marras dot, rriqet, po i qet fare. Dhe unë që pres të më thot një fjalë nga këto fjalët që unë të kuptoj që ai e ka kuptuar gabimin, ai nuk e thot atë fjalë. Nuk e thot një fjalë që anglezët i quajnë fjalë magjike, këto fjalët e bukura. Ne shqiptarët nuk e di pse nuk i përdorim dot shumë. Nuk e thot dot fjalë më fal burrim. Po thuaj more, i them. Thuaj më fal, kjo fjalë kaq e shkurtër, ka një domethënie të madhe dhe më bën mua të ndihem mirë. Thuaj se nuk të gjen gjë. Më shikon drejt në sy dhe se thot dot. Po i them, ma thuaj në anglisht, po se thua dot në shqip. Thuaj sorry. Rri prap dhe më shikon drejt në sy dhe prap. Nuk e shqep gojën të thot. Nuk e thot dot. Po miro, them. Thuaj në italisht pastaj. Mi dispiace. E thua dot? As në italisht, as në gjermanisht, as në greqisht, në as një gjuhë nuk e thot dot burim. Dhe unë që rri pastaj dhe i them gjo këtu, që ti nuk e thua dot këtë fjalën, do të thot që ti je budalla. E di qa më tha? Më ka prekur në shpirt kur më tha këtë fjalë. Jo grua, tha, nuk jam budalla. Po qysh ore unë shumë e nerva. Qysh nuk qënge budalla ti kur ti nuk thua dot vetëm një fjalë më fal. Jo, tha, nuk jam budalla. Po mirë, ore buri që nuk qëke budallati. Si ka mundësi që s'përdor dot fjalët magjike? Ti thuash gruas të lutem grua, ti thuash gruas më fal, ti thuash gruas falenderoj shumë. Si ka mundësi, a? Pa më thuj pak? Po jo me grua, më tha. Harrove ti se qa jam unë? Qa je ti, thash? Harrova unë, kështu serioze unë. Qa je ti? Përgjigja që më dha burri, more zonë, ka bërë të qesh. Ma hoqi të gjitha të sikletin që kisha pse s'po përdorte një fjalë magjike burri. Po grua, tha, unë jam qyryk, tha, harrove, tha, e ka thënë kryeministri. Wow, e zeza, thash, po harrova, more, harrova që të ka certifikuar kryeministri me titullin qyryk ti, thash. Harrova fare, harrova, ke të drejti, thash, ke të drejti. Atëherë më falë mua, i thash burrit, për gabimet e tua. Qa ti them unë burrit tim? Si thot do të këta fjalët e bukura? I ka unë se unë jam bërë tym tani me këto që po ndodhin dhe ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë të kalojnë sa më bukur sot edhe fundjavën. Kalofshi bukur!